Atëherë, do të përgatisim sourdough bread, bukën me brumë të thartuar dhe ky është hapi i parë. Në këtë video nuk do mbulojmë se si e përgatit brumin e thartuar, por vetëm si bëhet buka. Këtu unë kam matur ujin, kam rreth 350 gram ujë dhe do ta fus në këtë tasin që është pak i rënd, sepse tasi duhet i rënd që të mos lëvizi shumë. Këtu kam brumin e thartuar, të cilin e kam gati. Dhe si që thash, do tregoj hapat e përgatitjes së tij në një video tjetër. E marr brumin e thartuar, e fus brenda tek uji dhe tani do ta përziej paksa që të përzihet me ujin. Vazhdoj pak duke e përzier derisa të tretet brumi dhe pasi të kemi bërë komplet tretjen e brumit, do t'i fusim mielin. Si që thash edhe pak më parë, kjo është videoja e parë, hapi i parë që ne bëjmë në përgatitjen e bukës. Ja, paka shumë e kam përgatitur dhe e kam tretur brumin dhe tani do t'i fusim mielin. Ndaloj. Okej, tani pasi përzijem brumin e thartuar, unë do t'i fus për këtë hap të parë, do t'i fus 3 cups me miell. Mielli duhet unbleached, pra pa klorin. Unë përdor King Arthur all purpose. Në varësi të ku jetoni, zgjidhni një miell buke pa klorin. Si fillim, si që thash, unë po fus 3 dhe pastaj duke e parë nëse brumi ka nevojë edhe për pak miell më tepër, do t'i fus. Disa persona ja fusin kripën më pas, për mua nuk ka pasur problem, që unë t'ja hedh që në fillim, e hedh tek mielli dhe e përziej kështu. Fillimisht e përziej me lugë. Këtu të do vlerësoj se sa miell më tepër dua, nëse duhet më tepër, ose nëse nuk duhet, nëse është mjaftueshëm me kaq, që unë nuk shtoj tjetër. Po kuptohet për gjithë personat që gatuajnë, janë në gjendje të dallojnë nëse mielli ka nevojë për, nëse brumi ka nevojë për më shumë miell. Në këtë rast, siç e shikoni dhe ju, ky brum ka nevojë për paksa më shumë miell dhe unë do t'i hedh dhe 1/4 e kësaj enës e kapit që është këtu. Tani, përzierjen në vazhdim do ta bëj me dorë për përzierjen e brumit. Duart kuptohet i kam larë që më përpara dhe vazhdoj të bëj përzierjen derisa të mos ndetet miell i pa tretur, i pa përzier me ujin dhe me brumin. Unë do ta bëj paksa me hidratim të lartë dhe do ta lë me këtë mas. Mundet që t'i hidhni dhe pak më tepër miell dhe ta bëni pak më të fortë. Do ta mbarojmë këtu hapin e parë, unë tani do ta mbuloj dhe do ta lë për 45 minuta, ku do rikthehem ta përpunoj brumin sërish. Okej, atëherë kemi ardhur te hapi i dytë, siç ju thash më parë, e zbuloj dhe tani do ta përziej, duart i kam të lagura që të mos më ngjesi brumin dhe do ta përziej, do ta punoj brumin në fakt dhe ju do ta shikoni se si ndryshon konsistenca. E kap kështu nga anët edhe e përziej paksa me dorë edhe gjithmonë vazhdoj edhe e punoj brumin që të bëj një përzierje të gjithë miellit, gjithçkaje që ka mbetur nga hera e parë. Nëse vini re, shikoni se si ndryshoi tani konsistenca e brumit dhe tani brumi ka fituar elasticitetin. Aty ku shikoj që ka ndonjë top të vogël brumi, unë e shtyp kështu dhe vazhdoj dhe pak ta përziej. Pasi ka mbaruar përzierjen, do ta kap nga të dyja anët dhe do ta tërheq, do ta palos në këtë formë. E rrotulloj tasin dhe e palos në të njëjtin formë herën tjetër dhe me këtë ka mbaruar hapi i dytë. Atëherë, kemi ardhur, kjo është në hapi i tretë. Ky hapi i tretë do ta bëjmë 3 herë të tjera, do jetë pikërisht e njëjta gjë që bëjmë gjithmonë.
thjesht një folding, e kapim që nga anët, e ngrem lart, e palosim në këtë formë, pra një palosje, e kapim dhe nga ana tjetër, e palosim, e vendosim sërish këtu. Tani do ta shikoni, siç e shihni edhe vetë, brumi vazhdon të ndroj konsistencën dhe bëhet gjithmonë edhe më i shkrifët dhe më i lehtë. Pas 45 minutash të tjera, do bëni një palosje të re, dhe pas 45 të tjerash do bëni një të re si kjo. Pra, ky hap që bëra tani do të përsëritet 3 herë. Atëherë hapi 4, siç ju thash, vetëm një fold, e kapim nga të dy anët, e ngrem, buka vazhdon edhe bëhet brumi më i lehtë, e kapim dhe nga ana tjetër, e palosim sërish. Shiko tani si ngrihen këto bulezat kështu sipër, do të thotë që po vazhdon, brumi po punon edhe po fermentohet. E mbulojmë, vim prap pas 45 minutash. Tani ky është hapi i 5, edhe një herë siç tham, kanë kaluar 45 minuta, do bëj foldin e ri dhe ky do jetë palosja e fundit. Pas kësaj mbetet vetëm forma e bukës. Ja, si që shikoni, brumi është bërë shumë i shkriftuar, është ngritur, e mbulojmë dhe do vim pas 45 minutash për formën. Atëherë, kemi ardhur te hapi i fundit që do t'i japim bukës formën. Receta që do ju tregoj kësaj radhe është buka që unë pasi jap formën e lë në frigorifer. Këtë pecetën që unë përdora për të mbuluar bukën e fus te kjo forma që unë përdor për të vendosur bukën pasi i jap formën. Dhe e fut e ul në këtë mënyrë që ta kem për kollaj kur ta heq nesër bukën. Dhe këtu poshtë do ta spërkas me pak miell. Ja marr pak miell me dorë, jam e sigurt që shumë njerëz kanë bler vegla të ndryshme, por për mua kjo funksionon më mirë. Unë i fus miellin këtu. Dhe tani do të hedh edhe miell këtu në tryezën ku unë do t'i jap formën bukës që të mos ngjisë brumi në tryezë. Do ta heqim edhe pak që ta kem sipërfaqen të plot. Do ta heqim nga tasi ku buka po qëndronte për të ardhur, e lë këtu më njanë dhe tani do t'i japim formën. Me duar unë e kap dhe e hap në të dy anët dhe pastaj e palos dhe e sjell këtë anën këtej e sjell në mes, pastaj anën tjetër e sjell po aty në mes dhe pastaj vazhdoj nga ana tjetër që do t'i hedhe pak miell sepse pas kam bërë paksa si që ju të tregova që miellin e bëm, bukën e bëm me hidratim të lartë, e rrotulloj disa herë që përpiqem që t'i krijoj paksa tension formës që do t'i jap bukës dhe e tërheq në këtë formë. E rrotulloj, e tërheq. Këtë do ta bëj disa herë derisa ta shikoj që unë i kam dhënë formën që dëshiroj bukës. Pasi mbete me kënaqur me formën që i jap, do ta marr, por duke e kthyer pjesën që po e palosja poshtë, duke e kthyer sipër. Tani me të dyja duart do ta kap kështu dhe do përpiqem që ta palos dhe t'i ngjis këto anët së bashku. Sot për çudi po kjo pjesë po bëhet paksa e vështirë sepse kisha shumë miell poshtë. Gjithsesi, duke u përpjekur që ta rregulloj në këtë mënyrë që gjithë tensioni që i kemi krijuar bukës të mbetet brenda. Deri në fund, edhe këtu te cepi bëj të njëjtën gjë. Dhe pastaj do t'i hedhim pak miell sipër. Në versionin që po ju tregoj, unë këtë bukë do ta lë në frigorifer deri nesër në mëngjes dhe do ta pjek në mëngjes. Nëse do ta piqni me një herë, pastaj e mbështjell, e mbuloj me pecetën. Nëse do ta piqni
Pasi e keni përgatitur, do ta lini dhe një 45 minutë tjetër dhe pastaj do ta fusni për ta pjekur. Pjekjen do t'ua tregoj në hapin tjetër. Në rastin tim, unë do ta fus në frigorifer dhe do ta lë deri nesër në mëngjes dhe nesër në mëngjes do ta pjek. Pra buka do bëj një ardhje të ngadalshme në frigorifer për rreth 12 orë. Sot po fillojmë të pjekim bukën, kanë kaluar 12 orë, siç ju thash, unë e vendosa në frigorifer, tani sapo e kam nxjerr nga frigoriferi, në sobë kam vendosur tenxhere të ngrohet së bashku me sobën. Unë jetoj në Amerikë dhe po e bëj me 500 gradë Fahrenheit, që është 260 gradë Celsius. Këtu kam marrë një baking sheet quhet këtej, po një nga këto letrat që ja vë bukës poshtë. Tani do ta hapim të shohim se si buka ka ardhur gjatë natës ngadalë dhe do e përgatisim për të shikojeni si është ngritur buka më tepër. Do e përgatisim që ta kemi gati për ta pjekur. Okej, atëherë e marrim letrën dhe do ja vëmë kështu nga sipër që ta kemi lehtë për ta kthyer. Dhe nëse e mbani mend që ju kisha thënë ajo qepja që i bën bukës mbrëm e vum nga lart, ja tani e kuptoni sepse është arsye që poshtë buka të dalë e pa prekur. Unë përdor këtë briskun e rrojës që i quanim ne në kohë dhe me këtë do ta pres në mes që brumi të shpërthejë dhe të ngrihet. Do t'i bëjmë një prerje të tillë. Dhe pas kësaj do ta fusim në sobë në tenxheren që unë e kam të ngrohur. Okay. Tani do ta vendosim brenda te tenxheria që siç ju tregova unë e kam ngrohur së bashku me sobën. Do t'i vëmë dhe kapakun përsipër dhe do ta fusim ta pjekim fillimisht për 20 minuta me kapak dhe pastaj për 10 deri 15 minuta pa kapak. Do ja hiqni pas 20 minutash dhe pastaj do ta shikoni derisa buka të ketë marrë ngjyrën e duhur. Tani ka ardhur momenti, kanë kaluar 20 minuta, do t'i heqim kapakun siç ju tregova. Ja do ta shihni, buka do duket kështu dhe unë do ta fus sërish në sobë që të vazhdoj pjekjen dhe të mbani ngjyrën e bukur të bukës. Atëherë bukën e kemi nxjerr, tani është e pjekur, unë do ta nxjerr me një herë nga tenxheria, sepse nuk duam që të vazhdoj të piqet, se këto janë tenxhere prej hekurit dhe mbajnë shumë gjatësi. Siç e shikoni, ky është rezultati përfundimtar. Do të presim pak edhe do ta presim që ta shikojmë edhe nga brenda, por në fillim buka kur del korja është pak e fortë, por brenda gjysmore ajo zbutet dhe bëhet shumë e mirë. Atëherë e kemi lënë bukën të ftohet dhe tani do ta presim që ta shikojmë se si është bërë. Siç e shikoni, prerja ime nuk qesh shumë e mirë, por gjithsesi buka prapë mbetet e shkëlqyer, është bukë, kjo është me një hidratim të lartë, por gjithsesi është shumë e shkrifët dhe shumë e shijshme.